A luftojnë mjaftueshëm mësimdhënësit për një arsim cilësor, jo vetëm kur jemi te 7 marsi? Fakti që arsimi është shtylla e një shoqërie, kur themi shtylla, aty shohim se ngërthehen të gjitha elementet që i ka një shoqëri, me do e mos duhet vërtet të ngritet zëri gjithnjë më tepër. Unë përgjigjes se a janë mësimdhënësit të gjithë ata që kërkojnë cilësi, do t'i përgjigjesha me pa asfar pikë dyshimi, janë, por a është mjaftueshëm, këtu ndoshta duhet të punohet më tepër në këtë pyetje, në këtë përgjigje. Sikur të ishte mjaftueshëm, ndoshta nuk do të linim hapësirë që të diskutohet në vazhdimsi reforma në arsim, kjo kështu apo ashtu, apo do të them rezultatin final, nuk duhet të lejojmë nxënësit ndër gjenerata të shohim me sjellje negative apo elemente të cilat nuk karakterizojnë arsimimin, nuk karakterizojnë edukatën, por bëjnë diçka të kundërtën. Përderisa këto elemente i hasim, unë mendoj se duhet shumë më të zëshëm të jemë. Arsimi duhet vërtet të jetë në pjedestal.